Banda e Ndroqit, Pezës dhe Vaçarit, me në krye Toni Gogun, ka përfunduar në SPAK. Pamfleti ka denoncuar me 10 herë se si Gentian Myrto, Besmir Kola, Xhavit Çeka kanë abuzuar me procesin e rindërtimit. Ka qenë kryetaria e komisionit të apelimit në PD, Adriana Kalaja, ajo e cila ka bërë një padinë ndaj tyre, duke dorëzuar dokumente dhe fakte. Kalaja akuzon këta zyrtar për shpërdorim detyre, korrupsion, pastrim parash dhe përfshirje në grup të strukturuar kriminal. Sot kam ardhur për të denoncuar një skem tjetër 5D, por në rastin konkret kjo skem është aplikuar në zonën numër 15 të Tiranës, që përfshihen njësitë administrative Ndroq, Pezë dhe Vaçar, ku drejtuesit aktual të këtyre zonave, Gentian Myrto, Besmir Kola dhe Xhavit Çeka, në bashkëpunim me deputetin e zonës Toni Gogu, kanë konsumuar të gjithë elementet e veprave penale të cilat kallëzojmë ne sot, nga shpërdorimi i detyrës, korrupsioni pasiv i zyrtarëve të lartë, ushtrimi i ndikimit të paligjshëm, pastrimi i produktit të veprave penale dhe deri në grup të strukturuar kriminal, vepra të cilat lidhen me abuzime të personave të sipërcituar, por edhe të një personi i cili nuk ka asnjë post publik, që quhet Arjan Popli, ndaj të cilit në fakt kemi shumë reagime, denoncime nga banorët e zonave për ndikimin e tij në blerjen e votave, për ndikimin e tij për t'u dhënë oferta ose favore banorëve të zonës në këmbim të votës, favore të cilat lidhen jo vetëm me probleme personale që kanë banorët e zonës, por edhe sidomos me çështjen e pjesës së rindërtimit nga tërmeti. Tha Kalaja, sipas saj, ka shumë banorë të zonës të cilët kanë përfituar banesa nga rindërtimi, por edhe sot e kësaj dite këto banesa jo vetëm që nuk dorëzohen, por në mënyra të ndryshme. U bëhet presion me qëllim që këta të japin votën Partisë Socialiste. Një problem shumë i rëndësishëm që lidhet me të kallëzuarit prej nesh është edhe tjetërsimi i pronave. Ka abuzime marramëndse me pronat në këto tre njësi, edhe në Vaçar edhe në Ndroq edhe në Pezë. U shkohet banorëve të ndryshëm, u ofrohet 20% e vlerës me qëllim që këta bandit t'u japin certifikatat e pronësisë. Nga ana tjetër, kemi evidentuar edhe disa investime të këtyre drejtuesve të këtyre njësive, të cilat nuk kanë burime të ligjshme, dhe për këtë i kemi kërkuar SPAK, jo vetëm hetimin e burimit të ligjshëm të këtyre investimeve, por edhe hetimin pasuror të tyre, duke filluar që nga deputeti Toni Gogu dhe 3 personat e sipërcituar, tha Kalaja. Sipas saj, çështja e fundit ka të bëjë edhe me ndërtimin e rrugës së fshatit Menik, rruga e cila ka kohë që ka filluar dhe nuk është bërë asnjë investim serioz. Në Pezë, Besmir Kola ish administratori i njësisë, i cili edhe pse është denoncuar me zë dhe figurë nga 10 banor për tjetërsim pronash, është kthyer në një nga përfituesit më të mëdhenj të fondeve të rindërtimit. Shtëpitë u ndërtuan për familjarët e prekur, por në fakt përfunduan në emër të kunetërve, vëllezërve, shokëve të ngushtë dhe klientëve të pushtetit lokal. Vet Kola sot ka disa prona, makina të shtrenjta dhe ndërtime që nuk i justifikon dot me asnjë pagë shteti.